Sali Berisha u paraqit këtë të martë në SPAK jo për masën e detyrim paraqitjes, por i thirrur si pasojë e padisë së gjyqtares Irena Gjoka. Kjo e fundit firmosi në tetor të vitit 2023 masat e sigurisë për dosjen Partizani, ndërsa e denoncoi Berishën për shpifje. Pas 50 minutash dëshmi si personë djeni kryetari i PD-s nuk u tërhoq nga qëndrimi. A keti ndonjë bisedë me Alket Hysenin në cilën flitet për 500.000 euro për rishfet për të hequr nga klasifikimi si grup kriminal? Apo e keme Mirel Mërtiri. Tani këte Irena me 5 mbiemra e ka marrë si fyrje. Po t'ishte inocente, do t'a refuzonte, do t'a shpjegonte. Madje reagoi me tone edhe më të ashpra. Në qoftë se një grua kryen krim, ajo nuk është kriminale. Çfarë mendon ti se shejtëria e gruas mund të përdoret për të mbuluar krimet? Për kunazi, qenja grua përbën një standard moral më të lartë për të qëndruar më larg krimit. Edhe prokurorinë e posaçme akuzoi edhe një herë për njarshmëri. Largimi i Troplinit është një nga aktet më të rënda që ka ndodhur. Antimafia italiane ka bërë gjithë detyrat, por atë largoi njeriu që mbante në dorë, që mbajti 20 ditë në xhep, urdhër arrestin. Madje shtoi se edhe kreu i Byros Kombëtare të Hetimit ka dhënë informacione mbi dosjet. A e dini ju që ajo Hania, si quhet Aida apo e gabinë, BKH-s, po thuaj çdo ditë në 6 të mëngjesit, i raportonte kujt poliu. Kujt? Ardi Veliu. Paralelisht Berisha do të vijojë të përballet në GJKK për akuzën e korrupsionit me dosjen Partizani.